Jemi përsëri me ditarin e fundjavës, live në studion e 2 CNN. Kanë kaluar mbi 3 muaj nga momenti në cilin nisi të zbatohet marrëveshja e pensioneve mes Shqipërisë dhe Italisë. Frytet e saj tashmë po duken, teksa aplikantët e parë kanë nisur të përfitojnë pensionet e tyre, çka u mundëson që mundi i punës së shumë viteve në migracion të mos u shkojë dëm. Përfitues është i gjithë komuniteti shqiptar që ka ndarë jetën mes Italisë dhe Shqipërisë, pavarësisht se ku banon aktualisht. Të rjat më të fundit do na i sjell Tresiana Elmazi, profesuese e UIM Albania, që na është bashkuar në studio. Përshëndetje, mirë se erdhe. Mirë se gjeta. Atëherë, tham 3 muaj nga nisja e zbatimit të kësaj marrëveshje, kanë dalë tashmë pensionet e para të aplikuara bazuar pikërisht në këtë marrëveshje, që efektet ligjore i nisi me një korrik. Kur kanë mbritur përgjigjet e para, pak a shumë në zyrën e UIM Albania? Atëherë, përgjigjet e para kanë nisur të vinë nga fundi i shtatorit, normalisht në prag të atij 3 mujorshi që është edhe afati ligjor i verifikimit dhe i caktimit të pensionit të pleqërisë. Kështu që nga fundi shtatorit dhe kanë vazhduar pastaj më tej të vinë edhe të tjera. Domethënë kanë ardhur një sër përgjigjesh. Kuptohet që trajtohen një nga autoritetet në këtë rast italiane, por ndonjëherë verifikimet bëhet me autoritetet shqiptare, kështu që themi nuk është se vinë në grup, është çdo rast trajtohet në vete. Po, patjetër. Domethënë bëhet verifikimi në varësi të rastit, bëhet verifikimi nga të dyja institucionet, qoftë nga Instituti i Sigurimeve Shoqërore, qoftë edhe nga IMSI, domethënë që normalisht komunikimi i tyre pastaj për të shkëmbyer periudhat edhe për të caktuar masën e pensionit. Zakonisht institucionet shqiptare dhe italiane sa kohë marrin për verifikimin apo për, le të themi, pranimin dhe procesimin e kërkesave? Atëherë, Instituti i Sigurimeve Shoqërore nga ana ligjore ka 45 ditë pune. Pra, nga momenti që ne dorëzojmë kërkesën, verifikimi i vjetërsisë së punës në Shqipëri, se siç e kemi thënë, nuk janë në sistem dhe duhen hapur arkiva, duhet hapur dosje dhe kjo e zgjat kohën e verifikimit. Më pas, mbasi bëhet verifikimi i veteve shqiptare ose ndodh ndonjëherë edhe paralelisht, i dërgohen formularët përkatës IMSI-t italian pastaj për të verifikuar periudhat italiane. Dhe ata marrin gjithmonë kohën e tyre që mund të shkojë diku te ndoshta 1 muaj, 2 muaj, domethënë në varësi të rasteve dhe duke qenë se edhe fluksi ka qenë pak i lartë si fillimi i marrëveshjes, domethënë kanë pasur vonesa pak më shumë se zakonisht. Kur i nisin efektet këto pensione, ne thamë që marrëveshja është firmosur më herët dhe është miratuar më herët dhe firmosur më herët nga, le të themi, drejtuesit e shtetit dhe nga institucionet, por efektet ligjore i nisi nga një korriku. Tani, kam përshtypjen që edhe shumë qytetarë janë të interesuar që të kuptojnë kur nis, le të themi, pagesa për to. Marrim rastin e një qytetari që ka bërë aplikimin duke nisur nga data e një korrik e tutje dhe institucionet kanë marrë kohën e vetë nevojshëm për të bërë verifikimet mes 2 shteteve dhe, le të themi, diku fundi shtatorit apo tetori nisin dalin aprovimet e para. Pensionet të këto njerëz, nga cili moment i përfitojnë? Nga data e konfirmimit, le të themi, të kërkesës, apo nga data kur ka lindur e drejta e tyre ligjore për të marrë pensionin? Në fakt ka disa raste. Për shembull, në momentin që personi i ka mbushur kushtet, ka plotësuar kushtet për të dalë në pension para hyrjes në fuqi të marrëveshjes, pra para një korriku, përfitimi i fillon nga një korriku pavarësisht se kur kemi depozituar kërkesën. Nëse për shembull në Itali kërkon një pension italian, ka mbushur 67 vjeç më përpara një korriku, përfitimi i fillon më një korrik. Pavarësisht se sa kohë mund të marrin institucionet pastaj për të verifikuar, përgjigjja mund të vinë në tetor, por në fakt do të merren dhe ato muajt e prapambetur nga një korriku. Për rastin e atyre qytetarëve më pas, të cilët mund ta kenë mbushur moshën në gusht, le të themi, moshën 67 vjeç për një pension italian, normalisht do të fillojë nga momenti i mbushjes së moshës. Kjo është. Pastaj ka rastet e pensioneve të parakohshme të cilët nuk fillojnë nga një korriku, por normalisht fillojnë nga momenti i caktimit të pensionit. Për shembull, IMSI italian të jep për pensionin e parakohshëm, të jep, le të themi, një dritare për 3 muajsh, në të cilën personi duhet të lërë punën, të përgatitet për të dalë në pension dhe të jep një datë të cakton një datë. Është ideja që marrëveshja nuk është se ka fuqi prapa vepruese. Dikush thotë që unë kam mbushur moshën për të dalë në pension, marrim 67 vjeç që jemi brenda në mars dhe dua që këtë pensionin fal marrëveshjes ta marr duke filluar që nga marsi
efektet e marrëveshjes nisin nga një korriku. Në këtë sens, prandaj themi që nuk ka efekt të prapaveprues, më tepër për ta sqaruar për teleshikuesit. Tresana, ka shumë interes sa i përket vlerave të këtyre pensioneve, sepse dihet që pensionet në Shqipëri janë të vogla dhe çdo kush mendon që fal bashkimit të viteve me Italinë, ndoshta vlera mund të rritet dhe mund të jetë më, le të themi, më e qëndësishme. Duke nisur nga këto pensionet e para që kanë mbritur tashmë, aplikimet e para të konfirmuara që kanë mbritur dhe janë trajtuar nga UIM Albania. Për çfarë vlerash flasim? Ka pak a shumë një lloj range në çfarë niveli shkojnë? Kjo gjë normalisht varet nga kontributet e personit, nga puna që ka bërë, domethënë full time, part time, sepse dhe këto ndikojnë pastaj në javët të cilat merren në konsiderat për llogaritjen e pensionit, por megjithatë duke marrë parasysh që për shembull për pensionet italiane mjafton të kesh një vit të plot, pra 52 javë kontribute të plota për të përfituar një pension, domethënë nëse ke 19 në Shqipëri dhe një vit atje të plot, mund të shkojë diku, ndoshta mund të fillojë nga, domethënë shifrat kanë filluar nga 40 euro, domethënë deri mund të shkojë pastaj 200 euro, 300 euro, domethënë varet gjithmonë nga kontributet, nga të ardhurat e personit si kanë qenë të deklaruara, puna, pastaj se siç thash, për shembull, personave mund të duket sikur kanë, le të themi, një vit pune, por në fakt ose 2 vite, por nuk i kanë 52 javë të plota të cilat përllogaritem për të dalë në pension, pasi puna e tyre mund të ketë qenë part-time dhe normalisht javët pra ka një dallim mes një viti kalendarik dhe një viti kontributiv. Ta konsiderojmë kështu. Dikush mund të ketë punuar 2 apo 3 vite part-time, në varësi të orëve të punës që ka bërë, këto do vlenë më pak se sa 2-3 vite. Normalisht sepse të ardhurat janë më të ulta, domethënë Italia ka një prag për çdo vit, ka një prag të ardhurash të cilat merren në konsiderat për të përllogaritur pensionin. Kështu që në rast se nuk janë 52 javë, një person ka pasur part-time, punën part-time, nga këto 52 javë, le të themi, fiktive, se ka punuar gjithë vitin, por në fakt për pensionin i përllogaritin 25 javë, domethënë varësi të ardhurave dhe punës. E kuptoj. Këto verifikime institucionet i bëjnë mes njëra tjetrës, domethënë marrëveshje e vendos në kontakt, le të themi, këto dy institucione, ISSH në Shqipëri dhe INPS në Itali, si komunikojnë këto me njëra tjetrën? Po, është hera e parë në fakt, edhe nga informacionet që kemi, është hera e parë që në një marrëveshje krijohet një platformë telematike ku të dy institucionet komunikojnë në mënyrë telematike, pra jo me post me njëra tjetrën. Normalisht sipas kërkesave depozitohen për institucionet përkatëse dhe më pas ato nëpërmjet formularëve të dakordsuar që më përpara në sajt të marrëveshjes ja dërgojnë njëra tjetrës dhe normalisht shkëmbimi vazhdon telematik. Domethënë nuk dërgohet asgjë me post, por e gjithë procedura kryhet online. Institucionet komunikojnë me njëra tjetrën, domethënë nuk ka nevojë që qytetari të paraqitet pranë dokumentacioni, notarizimet përkatëse, ato vullat apostile që duhen marrë në ministrit jashtë, pra gjithë këto procedura kanë rënë. Po, patjetër, sepse dhe formularet janë në 2 gjuhësh, pra domethënë nuk ka nevojë që të përkthehen më përpara, duke qenë se nëse kërkesa paraqitet në ISSH, ISSH-ja ka formularet përkatës në italisht me të cilët dërgon edhe dokumentacionin shqiptar dhe kështu kanë vazhduar dhe komunikimi dhe INPS italian, po ka dhe formularet në Shqip të cilët i shkëmbejnë me njëra tjetër. Por që të kuptojme, për shembull pala italiane, nëse i kërkon informacion sa vite pune ka i ndriti në Shqipëri, ISSH-ja i thot ka X vite dhe pala italiane e merr të mirëqenjë që ashtu është, nuk i thot më sill dokumentacionin përkatës të i ndritit. Pra marrëveshja në këtë sens pranon, le të themi, legitimitetin e informacionit që përcjell njëra palë në raport me institucionin tjetër, apo jo? Kjo shkurton dhe pak atë kohën që, për shembull, duke qenë siç tham, dokumentacioni këtu nuk është i digitalizuar dhe qytetarët nuk kanë nevojë që të bëjnë fillimisht një verifikim të viteve të tyre në Shqipëri, që më pas të bëjnë kërkesën në Itali. Mjafton që të shkojnë direkt pranë një patronati ose domethënë të plotësojnë një deklaratë historiku dhe më pas është INPS-i ai që i kërkon, le të themi, vërtetësinë e këtyre viteve, ja kërkon Instituti Sigurimeve Shoqërore. Me që jemi, shpjegojmë dhe njëherë se si funksionon marrëveshja për pensionet mes Italisë dhe Shqipërisë dhe kush janë 2 kushtet, le të themi, më kryesore. Folëm për moshën dhe vitet kontributive, po e nisim me moshën. Mosha, po. Mosha në Shqipëri është për burrat është 65 vjeç,
ndërsa për gratë për këtë vit është 61 vjeç e 10 muaj, moshë e cila rritet me 2 muaj çdo vit derisa të barazohet me burrat. Pra do barazohen të dy 65 vjeç, më pas do kalojnë 67. Në Itali është 67 vjeç si për burrat edhe për gratë. Pra secili shtet vazhdon të ruajë të njëjtin kuadër ligjor sa i përket moshës së pensionit. Gjithmonë pensionet përllogaritet në bazë të legjislacionit të secilit shtet. Domethënë nuk është se ndikojnë ose ndërhyjnë në kushtet e njëra tjetrës. Kushti tjetër thamë që janë vitet e kontributeve dhe këtu marrëveshja sjell një ndihmë të madhe. Po. Patjetër që sjell, sepse në rast se për shembull në Shqipëri kërkohen minimalisht 15 vite kontribute që ti të dalësh në pension, ndërsa në Itali kërkohen 20. Në momentin që në një shtet ti nuk e kap pragun minimal, mund të ndihmojnë vitet e shtetit punës në shtetin tjetër në mënyrë që të arrihet ai pragu dhe ti të përfitosh pension. Gjithmonë figurativ, pasi nuk ndikojnë në përllogaritjen e pensioneve, pra gjithmonë pensionet do të përllogariten veçmas. Thjesht ky bashkim i viteve të ndihmon që ti të përfitosh ose le të themi të kesh të drejtën për të përfituar dhe për të dalë në pension. Të marrim një shembull për ndihmuar dhe televizionistët që na kuptojnë dhe më thuaj nëse jam i saktë apo jo. Zëm se dikush ka 14 vite kontribute në Shqipëri për te moshës, pra e konsiderojmë kushtin e moshës të plotësuar në të gjitha raste. Fokusuar tek kontributet. Në Shqipëri 14 vite nuk do mjaftonin që të dilte në pension qoftë minimal. Pse? Sepse nevojiten në 15 vite. Por, nëse ky person ka edhe shembull 6 vite të tjera kontribute në Itali, teorikisht këto 6 vite marrëveshja lejon le të themi të bashkohen, të shumohen thjesht për të tejkaluar, për të plotësuar këtë kushtin ligjor të pragut minimal të viteve kontributive dhe personi merr le të themi pension për ato 14 vitet që ka në Shqipëri, sepse kushti në total konsiderohet i plotësuar, dhe në momentin që mbush dhe moshën për le të themi për pensionin italian, që është 67 vjeç, më pas do marrë dhe ato 6 vite një pension tjetër nga pala italiane që do të jetë për aq vite sa ka atje në Itali. Për ndryshe, personi në shembull që morëm ne nuk do merrte pension as në Shqipëri, as në Itali. Është e saktë? Po. Kjo ndodh, domethënë. Kjo ndodh, domethënë si gjë. Normalisht kemi dhe rastet e pensioneve të parakoshme pastaj që kalojmë tek. Po, pikërisht për ato doja të pyesja. Çfarë është ky pensioni i parakoshëm se ti e ceke pak? Atëherë, pensionet e parakoshme mund të dalin dhe në Shqipëri dhe në Itali. Në Shqipëri mund të dalësh në pension të parakoshëm deri në 3 vjet para mbushjes së moshës. Por duhet të kesh 38 vite e 8 muaj punë në total, të cilën mund ta kesh ose vetëm në Shqipëri ose normalisht me të dyja periudhat, pra dhe në Itali dhe në Shqipëri. Kusht është normalisht që këto kontribute mos të jenë të mbivendosura, sigurisht, do të thënë duhet të jenë në periudha të veçanta në Shqipëri dhe në Itali, ndërsa për sa i përket pensionit të parakoshëm italian, pavarësisht moshës, qytetarët mund të dalin, për shembull, burrat mund të dalin me 42 vite e 10 muaj, ndërsa gratë mund të dalin me 41 vite e 10 muaj. Pra, në rast se nga këto të dyja periudha arrihen këto vite kontributesh, personi mund të dali në pension të parakoshëm. Duhet të cek edhe tek pensioni parakoshëm në Shqipëri që ka një penalitet. Po, ndryshe nga legjislacioni italian, në Shqipëri pensioni të reduktohet me 0.6% për çdo muaj nga koha, nga le të themi ajo distanca e arritjes së moshës për pensionit. Pra çdo muaj që ti del në pension para kohë ka një penalitet prej 0.6%. Kështu që mirë do ishte, domethënë le të themi që legjislacioni shqiptar nuk është se incentivon në këtë rast qytetarët që të dilnin në pension para kohë, ndonse duhet presin moshën. Kjo është ideja sa i përket legjislacionit shqiptar. Ndërkohë që legjislacioni italian nuk e ka këtë. Plotson 41 e 10 muaj ose 42 e 10 muaj për meshkujt dhe ke kontribute nevojshme del në pension. Domethënë normalisht përllogaritet në bazë të kontributeve në Itali. Domethënë pavarësisht se bashkohen periudhat, e zëm se mund të ketë një person mund të ketë 20 vite në Shqipëri, atje mund të ketë 23, për shembull normalisht pensioni i parakoshëm italian do të përllogaritet për ato 23 vite, pavarësisht se janë 42 vite ose 43 vite në total, le të themi. E kuptoj.
Ka shumë njerëz duke mos e ditur që do të kishim një marrëveshje mes Italisë dhe Shqipërisë, kanë blerë vite pune. Në gjuhë të përditshme themi blerja e viteve kontributive apo blerja e viteve të punës me qëllim që të kishin një pension shqiptar. Tani këtyre personave u ikin dëm këto para që i kanë dhënë shtetit për të blerë kontributet? Jo, sepse në rast se zakonisht ata kanë blerë në Shqipëri duke qenë se kanë dashur të arrijnë atë le të themi pensionin e plot këtu ose kanë blerë le të themi sa për të arritur 15 vite. Pra ata janë në kushtet e normalisht pasi të plotësojnë moshën. Pra një dhe Italia vitet e blerë në Shqipëri. I vetëm në rastin se nuk janë, do të thënë në rastin kur janë të mbi vendosura ose që në momentin që personi ka qenë në punë në Itali në marrëdhënie pune dhe sepse shumica e këtyre personave kanë blerë vite pune për të njëjtat periudha që kanë punuar në Itali. Edhe në këtë rast nuk Italia nuk i njeh. Por mund në rast se pensionet do të kërkohen veç e veç, pra nëse pensioni shqiptar do të kërkohet veç mas nga italian, vlen gjithsesi patjetër. E kuptoj. Pra që Italia ta njohë një vit të blerë, për ta thjeshtuar pak a shumë, të blerë në Shqipëri, do duhet që ky vit të mos jetë i njëjtë me një vit tjetër, le të themi që ke punë në Itali. Shembull konkret, nëse ke blerë vitin 2005 në Shqipëri, nuk mund të jesh në 2005 dhe me punë të rregullt në Itali. Përndryshe, të njohin vitin e punës në Itali, por nuk të njohin vitin e blerë në Shqipëri. Ose do të merren parasysh periudhat që nuk janë... Por nëse nuk kemi mbivendosje të tilla, këto njihen. Patjetër që njihen, po. E kuptoj. Sa kushton pak a shumë të blesh një vit? Shuma ndryshon, her pas here nga autoritet, po aktualisht, sa kushton nëse dikush do ta bëj tani pra një akt të tillë? Ka bërë ca llogaritje, thot në vitin X unë kam punuar në Itali, po nuk kam qenë me rregulla me letra, kështu që teorikisht e kam mundësinë që ta blej atë vit në Shqipëri. Sa kushton? Po, si fillim njëherë vitet nuk mund të paguhen, do të thënë pragu i pagesës fillon nga 1 tetori i 93-shit e mbrapa. Pra nuk mund të paguhen vite pune në Shqipëri para kësaj date. Normalisht ndryshon, për këtë vit është, për shembull për qytetet është 103.608 lek, pra e thënë ndryshe me të vjetra, 1.036.800 lek, ndërsa pasaj për pjesën e fshatrave ndahet pasaj në zonat fushore dhe malore që kanë vlera më të vogla. Për shembull për le të themi për zonat fushore shkon diku te 420.000 lek, domethënë sigurimi shoqëror shëndetësor të vjetra gjithmonë. Sigurim shëndetësor, shoqëror, normalisht tohen edhe kamatvonesat pasi duke qenë le të themi një kategori që quhet e vetpunësuar në bujqësi, është njësoj sikur ti je në marrëdhënie pune ende dhe pagesat bëhen çdo 3 muaj, në rast se bëhet një vit i plot pastaj do ka edhe disa kamatvonesa të caktuara që varet kur i paguan. Për zonat malore pastaj është diku te 308.000 lek të vjetra, normalisht sigurim shoqëror dhe shëndetësor. Për të rikthyer edhe një herë tek marrëveshja e pensioneve mes Italisë dhe Shqipërisë, çfarë tipologjie emigranti shikoni ju që të paraqitet në zyrat e UIM Albania? Janë më shumë meshkuj apo më shumë femra? I përkasin valës së parë të emigracionit apo janë dhe të këtyre viteve të tjera, sepse emigracioni shqiptar ka pasur, le të themi, ka nisur me ato anijet e famshme dhe ambasadat dhe më pas ka vijuar me valë të ndryshme. Çfarë tipologjie emigranti kemi? Sigurisht shumica janë meshkuj, normalisht, pasi janë ata që kanë emigruar më shumë, që kanë vala e parë, domethënë kryesisht ata që kanë aplikuar tani, le të themi në këtë valën e parë gjatë këtij tremujori kanë qenë kryesisht meshkuj dhe ata të cilët kanë shkuar me anije në atë kohë pasi kanë mbushur edhe normalisht moshën, në atë kohë mund të kenë qenë diku te 20 vjeç, kanë ikur shumë të vegjël, kështu që kryesisht janë këta të valës së parë. Më pas kemi edhe rastet atyre që mund të kenë ikur me siç shihnin me gomone apo këtu në 94, 95. Domethënë deri në 2000, domethënë 90, 2000 janë persona, domethënë që kanë ardhur për të aplikuar për të dalë dhe janë kryesisht meshkuj. E kuptoj. Si ndahen përgjithsisht vitet e tyre të punës? A rezulton se kanë më shumë vite në Shqipëri për shembull apo më shumë në Itali? Si thash, duke qenë se kanë shkuar shumë të vegjël, shumica e punës së tyre ka qenë në Itali, por ka dhe nga ata që, domethënë në Shqipëri varion diku ndoshta tek 10-15 vite punë, domethënë, po themi tek 10 vite punë, është ajo
koha që varion, periudha që varion pune në Shqipëri. Pastaj në Itali kanë llogaritje që 30 vjet, 20 vjet, domethënë, sigurisht është pjesa më e madhe është në Itali. Normalisht u bëm shumë vite dhe ne si popull që emigrojmë rrugëve të Europës. Shërbimet e patronatës që ofron Win Urbania më thej që le të themi u vinë në ndihmë dhe qytetarëve italian që jetojnë në Shqipëri. Për çfarë shërbimesh bëhet fjalë për shembull? Kemi disa shërbime, domethënë kemi pjesën financiare, domethënë kemi qendrat tona të asistencës fiskale që mund të ndihmojnë qytetarët me deklarata të ndryshme të ardhurash, për shembull për të ardhurat e pensionit, sepse në Itali normalisht duke qenë se pensioni taksohet, normalisht duhet të deklarosh edhe të ardhurat që ti ke jashtë shtetit, pra kur jeton jashtë Italisë. Kemi shërbime të ndryshme pasaj, duke qenë se operatorët tona kanë akses të drejt për drejt në INPS-in italian, pra jemi njësoj si të jemi një operator në Itali, jemi dhe ne në Shqipëri, mund të ofrojmë çfarëdo lloj shërbimi që ata kanë nevojë në lidhje me Italinë, pa që në nevojshme që ata të marrin avionin, të shkojnë, të vinë, domethënë çdo lloj shërbimi, asistencat sociale, domethënë i orientojmë edhe pranë zyrave tona në Itali. Nuk është tabi që qytetarët italianë preferojnë në Shqipërinë sepse kanë motin e mirë, kanë gatimin e mirë të ngjashëm. Gjenë kanë dhe shërbimet, le të themi, sikur të ishin në Itali, kështu që ka disa, le të themi, qendra në Shqipëri, në nivel qytetesh ku janë më të përqendruar këta italianë? Po, kryesisht kemi parapëlqejnë qytetet bregdetare shumë, Durrësi dhe Vlora janë kryesisht qytetet ku ka më shumë italianë. Edhe Tirana është, pastaj kemi dhe Shëngjinin, Lezhën, domethënë që e preferojnë, po kryesisht preferojnë këto vendet bregdetare. A vjet re dhe tek zyrat tuaja për shembull ky fenomeni ne kemi parë her pas here, shikojmë në lajme këto raportimet e italianëve që vinë të dalin në pension, të jetojnë pensionin në Shqipëri. Vjet re dhe te ju? Çfarë i nxit? Po. Në fakt, duke qenë se pensioni, siç e thash, atje taksohet, në Shqipëri ende nuk mbahen taksa mbi pensionin, kështu që mos u sugjero se në fakt, vinë vetëm për këtë shkak. Kryesisht pensionistët vinë për këtë shkak. Duke qenë se vinë në Shqipëri, heqin rezidencën e tyre nga Italia, mbajnë rezidencën në Shqipëri dhe në sajt një procedure të veçantë që bëhet me drejtorinë e përgjithshme të tatimeve, ata kërkojnë që t'u zbriten taksat nga pensioni që ata marrin në Itali. Pra e marrin pensionin bruto, le të themi. Dhe normalisht bëhet fjalë për një përfitim jo të vogël monetar, nga sa kuptoj, apo jo? Se për ndryshe nuk do t'i vinin të gjithë procedurave. Po ka dhe nga ata pastaj që vinë edhe për t'investuar, pavarësisht se nuk janë të shpesht, por që është në rritje ky interesi për të ardhur dhe për të investuar në Shqipëri, për të punuar në Shqipëri edhe nga italianët. Domethënë edhe nga mosha më të reja, jo vetëm nga pensionistët. Biles ti po më thoje që ka njerëz që asu presin moshën e pensionit, kur shikojnë që po i afrohen për shembull moshës së pensionit, fillojnë kërkojnë informacion. Po, sepse e kanë menduar që në fillim projektuar në mendjen e vet se çfarë do bëjnë. Që në momentin që të dalin pension, të vinë në Shqipëri që të marrin atë pensionin pa taksa, edhe ju pëlqen më tepër dhe jeta në Shqipëri, domethënë pjesa e Bregdetit. Gjithmonë kanë këtë që shqiptarët janë shumë ikpritës, janë le të themi janë ndirë të përkrahur në Shqipëri. E kuptoj. Tristan Elmazi, kemi mbritur në fund të minutazhit, por të falenderoj për gjithë informacionin që sollen në studion e 2CNN dhe shpresoj të bisedojmë prapë së bashku me lajme të tjera të mira për komunitetin italo-shqiptar që duket sikur shtohet jo vetëm andej Adriatikut, por edhe këtej. Faleminderit për sot. Faleminderit.